Ju përshëndes të gjithëve. Përpara se të filloj dita, dua t'ju tregoj një nga misteret më të mëdha të trojeve shqiptare. Kupa e shenjtë e zbuluar në Shqipëri dhe e vjedhur nga një grup njerëzish që tani po ju tregoj. Ky është një informacion ekskluziv për ju në këtë kanal. Nuk do ta dëgjoni asgjë kundi. Për herë të parë po flasim këtu sepse kemi thënë vetëm në emisionin Enigma. Dëgjojeni me kujdes dhe kush është rastisht nëse nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes si të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Falenderit, sinqerisht. Me aq sa mundemi informojmë, me aq sa mundemi. Por do të dëshiroj edhe ndihmën tuaj, të shpërndani këto informacione, të lini komentet tuaj që të shpërndahet sa më shumë ky informacion, sepse shikoj që dal nga dal është vështirë që të flasësh për këto argumenta, për më tepër gjatë gjithë këtyre viteve që nuk ka folur askush akoma më i rënd si problem, sepse si do t'i gjesh faktet. Ishte viti 1990, në Shqipëri vinë një grup njerëzish nga shteti fqinj, nga Greqia. Dhe kërkonin një kupë, që sipas tyre ishte kupa e Shën Kozmait. Për ata që nuk e din, Kozma Etuliani ishte një prift i viteve 1700 sa 1800 dhe ai u bë shenjtor me kalimin e viteve. Sipas të dhënave, për shembull të Altin Kocaqit ose të Ëngjëll Gishtit, tregohet që Kozmai, pra Shën Kozmai, kishte një detyrë, pra në kohën e atërshme, po flasim vitet 1700-1800, kishte një detyrë që të mirte të gjitha informacionet ose faktet e sendeve më të vjetra shqiptare, pra të sendeve më të vjetra, qoftë ato reliket nga të gjitha fushat, qoftë ato fetare, por edhe relika dhe skulptura që mund të ishin ende të groposura në tërë shqiptare. Ky ishte një nga misionet më të rëndësishme. Pastaj kishte edhe tjerë, zhdukja e gjuhës shqipe, imponimi për të mësuar gjuhë të tjera dhe se s'bën kultura e vjetër shqiptare duhet të zhdukej. Dhe kjo çuditërisht, me sa thonë edhe këta studiues, u bë pas themelimit të shtetit grek. Dhe që si që dim, kanë marrë pjesë edhe shumë arvanitas, pra shumë shqiptarë. Megjithatë, unë nuk dua të ndalem këtu, por dua të ndalem te kupa. Dhe ishin në kërkim të kësaj kupe. Si përfundim, tregohet që e gjetën kupën në një vend të caktuar, në një shpellë, që ishte një shpellë mulliri Mersinit. Okej? Nuk e mbaja mend, ndaj doja të reflektoja pak, sepse nuk është ky fakti, pra se ku ishte fshehur kupa. Por fakti është që ata thoshin që ishte një kupë e shumë e rëndësishme, pra të një rëndësie tepër të veçantë. Dhe tani po ju them se pse ishte kaq e veçantë. Dëgjojeni me kujdes, sepse këto janë ato faktet e rëndësishme që tregojnë që Shqipëria dhe trojet shqiptare janë vjedhur, janë marrë sende dhe për të shfarosur jo vetëm historinë, por edhe gjuhën njëkohësisht. Dhe pse po ju them këtë? Sepse në atë kupë, kupa e shenjtë, në atë parë një kupa ka një tregoj që ka një gur të çmuar. Dhe ky gur i çmuar është i një rëndësie të veçantë sepse tregohet që ishte një gur i shenjtë i bërë pikërisht në kupë, në fakt quhej kryqi i kupës. Nuk e quanin kupë, por e quanin kryqi i kupës. E dini pse? Sepse ka një shenjë të veçantë. Është kryqi i templarëve. Është shumë e çuditshme që në trojet shqiptare të ishte një kupë e tillë. Dhe pse duhej të merrej nga Shqipëria, sepse të dhënat, sipas të dhënave që thuhet, që kjo i takonte, pra ishte nuk ishte shqiptare, por ishte ardhur. Por prisni pak, sepse në bazë të dhënave, kur e morën në vitet 1990, me ndihmën e shtetit shqiptar, sepse e kërkuan dhe e morën, problemi kryesor ishte që ata kishin disa dokumenta që thoshin që ishte e tyre të falsifikuara, dhe t'u them se përse. Të paktën si thot Altin Kocaqi me Ëngjëll Gishtin. Në kupën që gjetën, e para njëri që thuaj që kjo kupë ishte groposur nga vitet 1700 dhe grekët, meqense e kishin atë kupë dhe gjendej në trojet shqiptare, ata po kërkonin ta çonin në malin Athos, pra në vitet 1700-1800. Eksaktësisht mendohet në vitin 1808. Dhe meqense kishin hasur disa herë turq rrugës, kishin frikë se mos ja u vidhin dhe mos ja u merrnin, dhe kështu që e futën te kjo shpella, pra tek shpella e Mersinit. Tek mulliri Mersinit, pra në këtë shpellë. Dhe
Ky ishte versioni që ata thoshin, po kishte një problem, sepse në për dokumentat që ata kishin disa dokumenta që flisin edhe për një tip të quajtur Prashniku. Prashniku që ishte një studiues austriak. Mirë po, në dokument ishte shkruar për Prashnikun. Prashniku ishte shumë i vjetër, nuk ishte i viteve 1700-1800, pra kur ishte fshehur kjo kup. Por ishte shumë më i vjetër, pra a ishte rreth 100 vite më i vjetër. Kishin bërë një lapsus aty, një gabim që ishte kaq trashanik, por megjithatë autoritetet shqiptare as nuk e vurën ujin në zjarr. Bile kjo më bën të mendoj që ndoshta janë joshur, sepse s'ka mundësi që ti të vi me një dokument të tillë dhe ti të mos të vësh një ekspert që të kontrollojë, nëse kjo është e vërtetë ose jo. Për më tepër, të gjitha relikat, çfarë janë, kush ka relikat shqiptare diku apo anasjelltas, kanë ndejtur aty. Si për shembull Gioconda që kanë ndejtur, që është ende në Francë, e ndonse është italiane. Pra pse duhet të vinte një shtet i huaj që të merrte diçka që gjendej në territorin shqiptar? Por prisi sepse nuk marron këtu. Kupa e shenjtë, siç ju thash, është përmendur edhe nga një studiues italian. Nga shumë studiues, por unë atë kam intervistuar, që ishte Ermanno Azzolini. Ermanno Azzolini është një studiues italian që ai ka folur jo vetëm për kupën e shenjtë, pra për këtë kupë që po ju flas tani, por ai ka folur edhe për fisin Katar. E kemi përmendur një në emisionin Enigma, do t'ju flas edhe një herë tjetër, por ai e thot haptazi që flitej për një kupë të shenjtë që i takonte fisit Katar. Fisi Katar, pra ata që nuk e din, ka lindur pikërisht në trojet shqiptare. Dhe ata, pra një pjesë prej tyre, familjet më të rëndësishme, ishin templar. Pra ishin të përzgjedhur templar, por jo do si do. Por templar nga Shkodra dhe nga një zonë e Elbasanit, bile edhe dikush nga Vlora, disa familje, por ajo e Shkodrania ishte më e rëndësishmja. Dhe tregohet që kjo familje ishin direkt të lidhur me papën dhe merrin urdhra vetëm nga papa. Po flasim nga ato vite, pra në vitet 1400-1500, gjë e tillë. Dhe këta katarët tregohet që kishin disa objekte tepër të çmuara, ku njëra prej tyre ishte edhe kupa e shenjtë, që sipas këtij Azzolinit, pra këtij Ermanos, këtij studiuesit, tregohet që kjo ishte kryqi i kupës, siç e tregonte ai. Pra kryqi i kupës nuk thoshin kupa, por thoshin kryqi i kupës, sepse në kupë ishte një kryq i templarëve, kryqi i templarëve. Atëre, në qoftë se ky studiues thotë që ekzistonte një kupë e tillë dhe ishte në kërkim, që si thon dhe këta ishte edhe guri i çmuar në një formë loti, pra një gur i çmuar në formë loti, disa thonë që ishte diamant, disa thonë që ishte i çmuar sepse vinte nga një lashtësi etj etj. Tani pse po flasim për kupën? Sepse sipas të dhënave tregohet që kjo kupë ishte jo vetëm e veçantë, por ishte unike. Disa mendojnë që mund të ishte edhe grali i shenjtë. E di që dikush nga ju tani do fillojë të qesh. Nuk ka problem. Por grali i shenjtë nuk është gjetur. Pika 1. Dhe e dyta, kjo kupë që është një kupë e stërgjatur, që është e vërteta, dhe ka mund të cep ka një gur të çmuar, ka një shkrim kuneiform. Pra nuk është një shkrim i shkruar në gjuhën greke. Dhe kjo është pjesa më e rëndësishme. Unë nuk e kam me askënd, as me grekët, as me slavët, nuk kam asgjë me askënd. Unë dua thjesht të kuptoj të vërtetën. Dhe në qoftë se kjo kupë ka, me një fjalë, shkrimin kuneiform, pse duhej që t'ishte greke? Sepse, siç e dim, në të gjitha sendet greke shkruaj greqisht edhe në enët prej balte. Pra në qoftë se kjo ishte një shkrim kuneiform, që nuk ishte lidhje fare me gjuhën greke, pse duhej të thoshin që është e jona? Dhe për tepër pse e morën? Pra, studiuesit shqiptarë, sepse nuk është faji i grekëve, ky është një problem i shqiptarëve. Studiuesit shqiptarë, nëse ekzistonin atë kohë në vitet 90, pse e lejuan një gjë të tillë? Këto janë fakte të pakundërshtueshme. Gabimi i këtij studiuesit austriak, ky Prashnikut, që ishte 100 vjet më i vjetër se sa flitej për kupën. Problemi i shkrimit që është një shkrim kuneiform dhe nuk është një shkrim grek. Pra, këto janë fakte të pakundërshtueshme që ti nuk mund të lejosh që të marrin diçka që gjendet në territorin shqiptar.
Mirë po, ka dhe një sekret tjetër. Sipas Ëngjëll Gishtit, shkrimi nuk është vetëm kuneiform, sepse për ata që nuk e dinë, shkrimi kuneiform është i përket babilonezëve, ose mirë sumerëve të lashtë. Por tregohet që ishte një shkrim etrusk. Po, pra në atë kup, pra kupa e shenjtë, ajo kup që e gjetur në Shqipëri, ishte një kup me shkrime etruske. Dhe për ata që nuk e dinë, etruskja tregohet që është shkrimi i vjetër Pellazgo i Lirë. Pra, në sintez, një përmbledhje. Kupa mendohet që është kupa më e rëndësishme të gjitha kohërave, kupa e shenjtë, e gjetur në Shqipëri, ose më mirë ekzistonte në Shqipëri, por e morën për ta çuar në malin Athos nga vitet 1700-1800, që sipas tyre në vitin 1808 u munduan për ta çuar në malin Athos dhe gjatë rrugës, meqense kishte otoman, ata çfarë bën e fshehën dhe pastaj në vitet 90 erdhën në Shqipëri dhe e morën. Por çudia e kësaj historie është që në atë kup ka shkrime kuneiform që nuk kanë lidhje me gjuhën greke. Për më tepër, kjo kup ka një kryq që është kryqi i templarëve, që prap nuk ka lidhje me greqishten dhe me grekët, por me templarët, dhe e treta që është më e rëndësishmja, ashtu si thotë edhe studiuesi italian, që ishte gjendej ose kërkohej një kup e cila ishte kupa e templarëve ilirë, pra të fisit katar. Dhe si që thash më përpara, një nga fiset më të rëndësishme ishte një fis nga Shkodra, që ishin direkt të lidhur me Vatikanin, dhe këta ruanin disa sende, ku njëra prej këtyre sendeve ishte dhe kupa e shenjtë, që nuk u gjet kurrë. Mos e kemi fjalën pikërisht për këtë kup, pra mos është fjala për këtë, sepse fisi katarëve mendoj që ekzistonte nga vitet 1300-1200 deri në vitet 1600, përafërsisht. Dhe pyetja është, pse kjo kup e gjetur në Shqipëri u largua nga Shqipëria? Çfarë bën autoritetet dhe pse nuk kërkuan, përveç se e lanë, pse nuk kërkuan që të merrin informacione më të tepërta? Kush ka informacione për këtë argument, le të na shkruaj. Këto janë ato informacionet më të rëndësishme, kaq ka mundur të zbuloj, por do të dëshiroja një komentin tuaj. E përsëris edhe një herë, nuk kemi asnjë gjë kundër askujt, por është po mundohemi që të japim informacione për një histori që mendoj se është plaçkitur, është vjedhur dhe është le të themi devijuar nga rruga e vërtetë. Dhe pyetja është pse? Pres komentet tuaja. Ditë mbar.